Procesi I të lexuarit ka ndryshuar ndjeshëm në ditët e sotme, ndërsa të rinj dhe shoqëria në përgjithësi po lexojnë më pak se më parë. Megjithatë, pavarësisht kësaj prirje, numri I titujve që qarkullojnë në tregun e librit vijon të rritet. Ka ndryshuar komplet procesi I leximit, sikundërse ka një rritje që duket paradoksale të numrit të titujve në tregun e leximit. Në qoftë se dengu I librave atje, I botimeve, I titujve shtohet pafund, absolutisht në kërkesën për mjetesë për secilin botues del në rënd të parë tashti për zgjedhja e kualitetit letrar. Sipas Kullit, rritja e konkurrencës mes shtëpive botuese ka bërë që ato të tregojnë më të kujdesshme dhe më selektive në përzgjedhjen e dorëshkrimeve për botim. Qofse vite përpara kishte një dorëlshumje, po I themon, domethënë pranoheshe dëshira mirë e një tërës ose një trio që do të donte të dilte me librin e parë me poezi. Sot absolutisht jemi të detyruar të përzgjedhim sepse jo çdo gjë që shkruhet mund botohet, absolutisht jo. Kriteret sipas botuesve janë forcuar dhe procesi I përzgjedhjes është bërë më profesional, duke favorizuar veprat me më shumë vlera letrare dhe kulturore.